Ndërtimi i vendbanimeve në bregun perëndimor nuk është i rastësishëm. Toka zgjidhen në mënyrë të tillë që të rrethojnë fshatrat dhe qytetet palestineze, duke krijuar një brez vendbanimesh përreth tyre që pengon çdo formë vazhdimësie gjeografike midis territoreve palestineze, duke shuar kështu ëndrrën e një shteti të ardhshëm. Për të mirëmbajtur këto vendbanime të paligjshme, Izraeli ka vënë dorë edhe mbi burimet natyrore të bregut perëndimor. Ai ka uzurpuar pothuajse të gjitha burimet ujore, duke siguruar një rezervuar të madh uji në shërbim të zgjerimit të vendbanimeve. Për palestinezët, kjo ka qenë katastrofike. Ata tani varen pothuajse plotësisht nga kompania izraelite e ujit Mekorot, e cila jep kuota shumë të vogla uji për zonat e banuara dendur palestineze, ndërsa kolonët marrin disa herë më shumë ujë për kokë banore. Çdo verë, kur mbizotron thatësira, palestinezët detyrohen të blejnë ujë shtesë me çmime të kripura nga Mekorot. Ndërkohë, puset dhe depozitat e ujit të shiut palestinezëve shpesh sulmohen dhe shkatrohen. Që prej 7 tetorit 2023, qeveria izraelite ka përshpejtuar përpjekjet për aneksim. Ne ndiejmë se marrja nën kontroll e zonës C, një zonë e përcaktuar nga marrëveshjet e Oslos, ku Izraeli ka kontroll të plot civil dhe ushtarak, është e afërt.